Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në takimin tonë të përditshëm komenti i shkrimi shenjtë. Jemi në datën 9 gusht, kjo datë bie e diel në kalendarin liturgjik dhe në kalendarin laik. Dhe për ne është një ditë e bekuar sepse e diela është dita e Zotit. Ne jemi të urdhëruar nga urdhëresa që është puno 6 ditë, ditën e 7 do të pushosh. Por për neve, dita e pushimit nuk është dita e sabatit, ose shtuna është dita e diel, sepse është dita e re që krijoi Zoti, që do thotë është ngjallja e Krishtit, që është ikonë e ngjalljes sonë. Prandaj, në këtë ditë krishterët, që në kohët e hershme, kohët apostolike dhe deri më sot deri në fund janë të urdhëruar të mblidhen në kish, të kishërohen, të marrin pjesë në liturgjinë hyjnore dhe duke u përgatitur me lutje, kreshmim, agjerim, pendim, rrëfim, por dhe me frikë, besë dhe dashuri, të mund të kungohen me trupin dhe me gjakun e Krishtit. Ky është bashkimi më i madh që njeriu mund të bëjë me Perëndin dhe më tepër se kaq nuk mund të shkohet. Prandaj, duhet marrim pjesë në liturgjinë hyjnore dhe asnjë aktivitet, asnjë punë, asnjë argëtim nuk lejohet para se neve të mbarojmë liturgjinë hyjnore. Çdo gjë e tillë nuk është e bekuar, madje është e mallkuar. Justifikimi është vetëm nëse jemi të sëmurë dhe kemi të pamundur nga ana njerëzore për të vajtur në kish për të kishëruar. Çdo tjetër nuk është justifikuar, madje është një mëkat që mos të shkosh të dielën në kish. Sipas kanoneve kishtar, nëse 3 të diela nuk shkon në kish, pa arsye, je i aforizuar, je i larguar nga kisha. Dhe mbi njeriu besimtar flasim, por besimtar, si them, i cili nuk është një besimtar që i bindet urdhëresave hyjnore, sidomos në ditës diel, në këtij besimtari marrin pushtet frymërat kundërshtare, frymërat demoniake. Prandaj na binde shumë probleme në jetën tonë dhe gjërat nuk shkojnë mirë dhe themi ku është Perëndia. Perëndia aty është, po ku jemi ne? Prandaj duhet domosdoshmërisht të dirave të marrim në pjesë në kish dhe të kishërohemi dhe të bashkohemi me Zotin që të energizohemi për ditë të tjera të javës. Por le të flasim edhe për pjesën që lexojmë në këtë ditë. Ne lexojmë një pjesë nga letra e Apostullit Pavlit drejtuar Korintasve, kapitulli 4, vargu 9 deri vargu 16. Le ta lexojmë dhe ta komentojmë sipas etave. Sepse unë mendoj se Perëndia na ka paraqitur ne apostujt si të fundit si njerëz të dënuar për vdekje, sepse u bëm lojë për botën, për ëngjëjt dhe për njerëzit. Ne jemi të marrë për Krishtin, po ju të urtë në Krishtin. Ne jemi të dobët, po ju të fortë. Ju jeni të nderuar, po ne të përbuzur. Deri tani vuajmë nga uria etja e jemi të zhveshur, jemi të qelluar me shuplaka dhe ende jemi pa shtëpi. Dhe mundohemi, duke punuar me duart tona, duke qenë të fyer bekojmë, duke qenë të përndjekur durojmë, duke qenë të sharë lutemi. Jemi bërë si pisliku i botës, por si plerat e të gjithëve deri më sot. Këto gjëra nuk po i shkruaj që t'ju turpëroj, por që t'ju parlemoj si fëmijë të mi të dashur, sepse edhe sikur të kishit 10.000 mësues në Krishtin, nuk do të kishit shumë metra, sepse unë ju kam dhënë jetë në Krishtin Jezu me anë të ungjillit. Prandaj ju bëj thirrje të bëheni imituesit e mi. Pra, ky fragment i letrës së parë të Apostullit Pavlit drejtuar Korintasve, në kapitullin 4, vargu 9 deri 16, është komentuar gjerësisht nga etrit e kishës. Këtë e shohim si një përshkrim të jetës apostolike, çdo të thotë të ishe një apostull i Krishtit në botë, të porosisë dhe të atësisë shpirtërore. Por le ta lexojmë dhe ta komentojmë duke u mbështetur tek etrit, si Shën Jan Gojati, Shën Teofilakti Ori dhe Shën Ambrozi. Vargu 9 na thotë se unë mendoj se Perëndia na ka paraqitur ne apostujt si të fundit, si njerëz të dënuar për vdekje, sepse u bëm lojë për botën, për ëngjëjt dhe për njerëzit. Shën Jan Gojati, i mbështetur në këto fjalë të Apostullit Pavlit, thotë se ai, pra Shën Pavli, përdori figurën e të dënuarve në fund të festave romake që nxirreshin në arenë për të vrarë. Kështu pra trajtoheshin dhe apostujt nga bota pagane. Apostujt janë si ata që gjithë bota i shikon duke vuajtur. Dhe po të shikojmë, fundi i apostujve ishte një fund martirik. Përveç Shën Joanit apostull ngjillor, që nuk pati një fund martirik, por vdiq në paqe, por jetoi si një martir.
Kjo tregon se apostujt nuk ishin të dëshiruar në botën pagane, shikoheshin si armiq. Ai thotë se nuk është rastësi. Perëndia e lejoi që përmes dobësisë së tyre të shfaqet fuqia e Krishtit. Ky është një mister, se si vepron fuqia e Zotit tek të dërguarit e tij. Që do të thotë apostujt nuk kishin thjesht aftësinë e tyre intelektuale ose fuqinë fizike ose ekonomike ose një marrëdhënie pushteti. Pra, siç mendojnë dhe sot njerëzit e botës për të kontrolluar tjerët, për përhapur doktrinat dhe besimin e tyre. Përkundrazi, apostujt ishin njerëz të thjeshtë, ishin njerëz të dobët, ishin njerëz të varfër, ishin njerëz që përbuseshin nga të gjithë, por ata ishin ambasadorët e Krishtit. Dhe Zoti vepronte tek ata me fuqi mbinatyrore, sepse në dobësitë e tyre dukej fuqia e Krishtit. Shën Theofilakti thot, loj për botën, që do thotë se të gjithë i shikonin me përbuzje, i tallnin, por në të vërtetë ata jepnin dëshminë më të madhe të shpëtimit të njerëzimit në Krishtin, që askush nuk mund ta jepte dhe askush nuk mund ta realizonte veç Krishtit dhe të dërguarve të tij apostujve. Por, pavarësisht se njerëzit i përbuzin apostujt, ëngjëjt ishin dëshmimtar të besnikërisë së tyre. Pra, ata nuk ishin të panjohur, por ishin të njohur shumë mirë. Edhe sot besimtari mund duket i humbur në sy të botës, por besnikëria ndaj Krishtit nuk matet nga populariteti, duartrokitjet dhe aprovimi i turmës, por nga qëndrueshmëria në besim, ashtu si qëndruan dhe apostujt deri në fund. Jemi në vargun e 10. Ne jemi të marrë për Krishtin, por ju të urtë në Krisht. Ne jemi të dobët, por ju të fortë, ju të nderuar, por ne të përbuzur. Shënjangu i arti i shpjegon se apostol Pavli këtu përdor një ironi të shenjtë, mund ta themi. Korintasit mendonin se kishin arritur përsosmërinë, sepse te Korintasit kishin ardhur dhe apostujt të tjerë në thojza, por që nuk ishin apostujt të vërtet. Ata ishin të vetë shpallur apostujt. Dhe tani ishte krijuar një lloj ndasie. Korintas kishin filluar të shikonin apostujt të vërtet të Krishtit, apostol Pavli dhe bashkëpunëtorët e tij si jo të rëndësishëm dhe kishin vënë vëmendjen tek ta apostujt e re. Prandaj dhe apostol Pavli shkruan këto fjalë. Ai u thot, nëse ju mendoni se tashmë jeni të lavdishëm, shikoni jetën tonë. Ai nuk po i thyen, por po arrëzon krenarin. Pra, kur apostujt e Krishtit përbuzeshin, si pretendonin Korintasit, krishterët e Korintit, që ata të pranonin lavdi. Nëse ata pranonin lavdi nga bota, tregojnë se ata nuk ishin në rregull, sepse misja me botën është armiqësi me Perëndin, thot Shën Johani apostull gjithmonë në letrën e tij. Krenaria shpirtërore është shumë e rrezikshme. Mund të mendojmë se unë di shumë, unë jam më besimtar se tjerët, unë jam më i drejti. Por apostol Pavli kujton se apostulli dhe vërtet nuk mburet, është i përulur dhe nëse ai flet ose vepron dhe e di shumë mirë se aftësia për të folur, vepruar, për ndikuar tek njerëzit nuk është e tij, është e Perëndisë. Prandaj ka gjithmonë një mendje të përulur, nëse mburet, ai mburet në Zotin. Vargu 11 thotë, deri tani vuajmë nga uria, etja, e jemi të zhveshur, jemi të qelluar me shumë plaka dhe ende jemi pa shtëpi. Shënjangu i arti përsëri thotë se Pavli nuk flet për vuajtjet e të së kaluarës, ai përdor kohë tashme, deri tani. Pra shërbesa apostolike vazhdon të jetë e mbushur me sakrifica nga fillimi deri në fund. Kjo tregon se ungjilli nuk predikohet për përfitim. Dhe sot një i dërguar i Krishtit, një apostull me frymë apostolike, një dishepull nuk do të pres domosdoshmëri rati kur ai shërben Krishtit. Ndryshe ai nuk është një shërbëtor i Krishtit, po thjesht ka hyrë për karrierë në kish ose për një vend të rachëm, dhe këtu ka bërë zgjedhje më të gabuar, sepse kisha nuk është vend karriere ore atje. Kisha është vend sakrifice, është vend martirik, pra të dëshmisë me vuajtje. Besimi nuk është një garanci për një jetë pas prova. Pra, ka një ide të gabuar nga disa se duke u bërë krishterë, gjërat zgjidhen me magji. Jo, duke bërë krishterë nuk do të thotë se nuk do kemi probleme, përkundrazi. Madje do kemi probleme më shumë se ç'kishim para se të bëheshim krishterë, por Zoti ka premtuar që ju nuk do mbyteni nga problemet tuaja, do të kaloni këto probleme. Pra ju nuk do mbyteni nga dallgët
e tundimeve, provave, por do i tekaloni këto, do ecni mbi dallë. Prandaj nuk mund të ketë jetë krishter pa kryq, por mbas kryqit ose bashkë me kryqin është edhe ngjallja dhe lavdia. Vargu 12 thotë: dhe mundohemi duke punuar me duart tona, duke qenë të fyer bekojmë, duke qenë të përndjekur durojmë. Shënjangu i arti thekson Apostull Pavli jetonte me punën e vet, jo mbi punët e tjerëve. Pavarësisht se kisha apostolike, pra të krishterët që bëshin pjesë e kishës, kishin detyrimin që t'i mbanin apostujt, por Apostull Pavli zgjodhi këtë mënyrë që t'i mos bëhet barë as kërkujt. Ai punonte me duart e tij, pra bënte tenda. Pra ai ishte bërës tendash. Pastaj vërejmë 3 virtute që apostulli i përmend. Është puna, që është një virtut, sepse edhe Zoti punon, si shtate Krishti, ati punon dhe unë punoj, dhe gjithë neve duhet punojmë. Punojmë për Perëndin, punojmë për veten, punojmë për njëri tjetrin, për shoqërinë. Bekimi ndaj atyre që e fyen, pra i apostulli punonte dhe nuk mallkonte, dhe durimi. Kjo është mënyra se si Krishti veproi në botë, kjo është mënyra se si veprojnë apostujt, kjo është mënyra që duhet bëjmë edhe neve. Prandaj edhe sot kur ne sulmohemi, s'duhet hakmerremi, s'duhet të mallkojmë, duhet vazhdojmë të bëjmë të mirën me durim. Ky është karakteri i një të krishteri, i një dishepulli të Krishtit ose nxënësit të Krishtit. Jemi në vargun 13. Duke qenë të sharë lutemi, jemi bërë si pisliku i botës, por si plerat e të gjithëve deri më sot. Shën Thofilakti shpjegon se Apostull Pavli përdor 2 fjalë shumë të forta. Ato tregonin gjërat më të pavlerë që hidhej tej, si një skopillje, si një plerë, mund të themi. Megjithatë, apostujt pranuan këtë për Krishtin. Pra, ata pranuan dhe përbuzjen për hir të Krishtit. Shënjangu i artit shton sa më shumë përuleshin apostujt, aq më shumë Perëndia i madhëronte ata, sepse nëpërmjet tyre bëheshin vepra të madhërishme, vepra të cilat askush nga natyra njerëzore nuk mund të bënte, duke ngjallur dhe të vdekur, jo vetëm trupërisht, por shpirtërisht. Edhe sot nuk duhet kërkojmë gjithmonë miratimin e njerëzve. Nëse ne jemi të krishterë, ne jemi kundër turmës, jemi kundër frymës së botës. Prandaj dhe bota nuk do të na pranojë. Nëse bota na pranon dhe na duartokret, nëse bota na pranon dhe na duartokret, nëse bota na pranon dhe na brorit, atëherë duhet dim se nuk kemi ne në rregull, sepse ne po i bëjmë qefin botës, po ecim sipas mentalitetit të botës. Si thot Krishti, mirë ju ku gjithë njerëzit flasin mirë për juve. Është e pamundur që ti japësh botës atë që botës nuk i pëlqen dhe bota të pranojë, sepse botës nuk i pëlqen shpëtimi në Krishtin, nuk i pëlqen ligji, nuk i pëlqen morali, nuk i pëlqen shenjtëria. Prandaj edhe apostujt kishin kundërshti prej paganëve. Prandaj edhe neve në imitimin e apostujve kështu duhet ta shikojmë të qenë ti krishterë. Nuk duhet pranojmë dhe nuk duhet të kërkojmë miratimin e njerëzve. Ndonjëherë bindja ndaj Krishtit sjell për çmim, prandaj nuk duhet skandalisemi për këtë. Vargu 14 thotë: "Këtë gjëra nuk po i shkruaj që t'ju turpëroj, por që t'ju paralajmëroj si fëmijët e mi të dashur." Këtu shfaqet zemra atërore, baritore e Apostullit Pavlit. Shënjangu i artit thotë: "Ai fillimisht i qorton dhe menjëherë pastaj e tregon dashurinë e tij për bijtë e tij shpirtëror, sepse ai kishte lindur ata në Zotin." Korrigjimi pa dashuri bëhet ashpërsi, por dhe dashuria pa korrigjim bëhet neglizhencë. Të dyja janë të bashkuara, siç është dhe Zoti dashuri dhe drejtësi, kështu është dhe veprimi që ne duhet të bëjmë tek tjerët, me dashuri dhe me drejtësi, për korrigjim, për shpëtim. Apostull Pavli siç thash, i bashkon këto të dyja sepse këto i shikonte tek Krishti, që është modeli dhe përsosmëria e dashurisë dhe drejtësisë hynore. Edhe sot, kur korrigjojmë dikë, duhet ta bëjmë jo për ta poshtëruar, por për ta ndihmuar që të shpëtohet. Ky është misioni që ka kisha. Kisha dashuron duke qortuar dhe qorton me dashuri. Vargu 15 thotë: "Edhe sepse sikur të kishe 10.000 mësues në Krishtin, nuk do të kishe shumë etër, sepse unë ju kam dhënë jetë në Krishtin Jesu me anë të Ungjillit."
Kjo është një nga tekstet më të rëndësishme të atësisë shpirtërore. Shënjangu i arti bën dallimin. Mësuesi jep dije, ati jep jetë. Pra, Apostulli Pavli nuk ishte thjesht një mësues, një filozof. Ai kishte lindur në Zotin ata, prandaj kishte një lloj atësie. Këtu duhet i mirë kuptojmë fjalët që tha Krishti, mos thoni askujt atë në këtë botë sepse një është ati juaj, dhe mos i thoni askujt mësues sepse një është mësuesi juaj Krishti. Por atësia dhe të qenë mësues e dikujt, siç e themi dhe në kish, ati filan ose mësuesi teologu filan, këto marrin vlerë në bashkim me Krishtin. Pra, marrim atësi prej Perëndis dhe autoritet mësimi prej Krishtit. Të nuk janë të ndara nga Krishti. Shën Ambrozi shton, ati shpirtëror nuk sundon mbi bijt, ai si sakrifikon për ta, ashtu siç bënte edhe Apostulli Pavli. Në kish kemi nevojë jo vetëm për njerëz që japin informacion biblik, po kemi nevojë për njerëz që jetojnë si etër ose nëna shpirtërore dhe si mësues të vërtet, pra mësues që thjesht jo bëjnë një detyrë, edhe marrin një rol, por mësues që mësojnë me jetën e tyre, të krishterë, me shembullin e tyre. Prandaj kemi nevojë për etër shpirtëror dhe kjo është arsyeja që në kishën tonë kemi etër shpirtëror ku ata kanë një shërbim të veçantë në kish, për shkak të pjekurisë të tyre shpirtërore dhe hirit që kanë, ata ndikojnë tek jetët e njerëzve dhe i lindin në Zotin, pra i çojnë tek Zoti, i bashkojnë me Krishtin dhe marrin pra atësinë prej Perëndis dhe i mësojnë me fjalën e tyre dhe me shembullin e tyre dhe bëhen etër shpirtëror. Po këta nuk janë vetëm burra, mund të jenë dhe gra, nuk janë vetëm klerik, mund të jenë dhe laik. Çështja është se ata njerëz me eksperiencën e Shpirtit Shenjtë. Dhe me dashuri, sakrifisë, kujdes dhe lutje, ata ndikojnë në jetën e njerëzve dhe i lindin në Zotin, i mësojnë në Zotin. Prandaj ju bëj thirrje të bëheni imituesit e mi, thot Apostulli Pavli. Shënjangu i arti pyet, si mund të thot Pavli më imitoni? Mos është një egoizëm, një krenari e tij? Jo. Sepse Apostulli Pavli ishte i ndërgjegjshëm, ai e njihte mirë veten e tij dhe ne këtë e shikojmë gjatë gjithë letrave të tij. Ai e pranon padenjësinë e tij, mëkatësinë e tij. Ai thot nuk jam i denti që apostull, unë jam i pari i mëkatarëve. Por ai e pranon dhe ndryshimin që ishte bërë në jetën e vet. Tashmë Apostulli Pavli thot në vend tjetër, nuk jetoj më unë, po Krishti jeton në mua. Ishte dorëzuar i tërë i Krishtit, prandaj kishte këtë siguri dhe thot, sepse unë imitoj Krishtin dhe ju do të më imitoni mua. Prandaj, Apostulli Pavli ishte një ikonë e Krishtit. Ai nuk kërkon adhurim personal, asnjëherë. Ai afron jetën e tij si një shembull të jetës së Krishtit. Ky duhet të jetë një apostull, ky duhet të jetë një peshkop, ky duhet të jetë një prift, ky duhet të jetë një diakon, një teolog, një katekist, një person i cili shërben në kish dhe ju prezantohet njerëzve. Pra është ikona e Krishtit, dhe do të jetoj Krishtin dhe ta përçoj Krishtin me jetën dhe me fjalët e tij. Të krishterë mësojnë jo vetëm nga predikimet, sepse sot ka shumë predikime, por sidomos mësojmë nga shembulli. Si thot Shënjangu i arti, shkoni, predikoni, në është e mundur me fjalë, predikoni me shembuj. Pyetja është nëse dikush do të jetonte si unë, a do të afrohej më shumë me Krishtin? Këtë pyetje do ja bëjmë secili vetes son. Pra, sidomos dhe ne që shërbejmë në kish. Pra, jemi ne aq imitues të Krishtit sa të ndikojmë në jetën e tjerëve, jo vetëm me fjalë, por dhe me jetë. Mesazhi kryesor sipas etërve të kësaj pjese është shërbesa vërtet kalon përmes kryqit. Flasim shërbesa kishtare. Apostujt nuk u dalluan nga lavdia toksore, por nga dishmëria për të vuajtur për Krishtin. Porursia është shenja e pjekurisë shpirtërore. Apostulli Pavli rrezikon krenarinë e Korintasve duke vënë përballë jetën e tij të sakrificës. Edhe një herë, porursia është shenjë e pjekurisë shpirtërore. Apostulli Pavli rrezon krenarinë e Korintasve duke vënë përballë jetën e tij të sakrificës në Krishtin. Atësia shpirtërore lind nga ungjilli dhe dashuria. Një atë shpirtëror nuk është thjesht mësues, ai lind, ushqen dhe kujdeset për bijtë e tij në besim, që mund të jetë edhe një nën shpirtëror dhe kjo pranohet brenda kishës.
por asnjë grua në kish nuk mund të kryejë shërbesën përiftorore, por atësinë, amësinë shpirtërore edhe një grua e kryen, dhe këtu kemi shembujt e shumë shenjtorëve oshënare të cilët kishin shumë murgjë ose murgesha që i drejtonin, siç ka edhe sot në manastire ndryshme. Dhe pika e 4 ku mbështetemi është jeta krishterë, imitimi i Krishtit. Kur Apostulli Pavli thot më imitoni, ai fton besimtarët të ndjekin shembullin e një jete të formuar sipas Krishtit. Pra, në kontekstin e sotëm, ky fragment sfidon kulturën që kërkon në prestigj, sukses dhe miratimin publik, që fatkeqësisht ndonjëherë na tërheq dhe na devion nga rruga e të qenë një apostull i Krishtit, një dishepëll i Krishtit. Apostulli Pavli na kujton se besnikëria ndaj Krishtit mund të sjellë përbuzje, lodhje dhe sakrificë, por pikërisht në këtë rrugë zbulohet fuqia e Perëndisë. Besimtari thirrhet të punojë me ndeshmëri, të bekojë kur fyet, të durojë kur përndiqet, të korrigjojë me dashuri dhe me drejtësi dhe të jetojë në mënyrë të tillë që të bëhet një dëshmi, një ikonë e gjallë e Krishtit tek bota dhe tek njerëzit. Mendoj që këtu dhe ta mbyllim edhe bisedën për sot. Ju uroj një të diel bekuar dhe miru takoheshin.